kena bo Audin S8 D4 stock me 520 kuaj, edhe ishte i mirë, po sot do bëjmë S8 Plusi e 2016-ës. Maxton kit ka front lipin, side skirts, ansoret edhe difuzorin mrapa, do e shohim. Me night vision, kamera 360 gradë, frena qeramike i ka pas standarde, edhe side skirtin e ka këtu bordurën Maxton, edhe difuzorin mrapa Maxton. Ndryshe nga S8-a e thjesht, që ka qenë me 520 kuaj, 650 Nm tork, këto kanë qenë me 605 kuaj, 700 Nm tork edhe 750 në overboost shkonte torku. Disit ka ishte njëshe, frenat qeramike, se rregullet tjetë shumë e shpejt, po ta shohim. Normal, amortizimin dhe ketë pak më të fortë se A8-a, disit dhe mëdhaja e ka, amortizator të majer, kretu hetë qetë, nuk është se e dalloh fort që jemi i super makinë me 700 ca kuaj, frena dhe mira. Kanë lezet të frenat qeramike, kanë lezet, mos në për këto makina të mëdhaja. Shumë motorat mire, këto modifikohen shumë kollaj, e japin shumë performancë, edhe s'kan shumë as turbo lag. Raket. Ja i qenë periuda më e mira Audit, më e mira. Kjo është 4000 V8 biturbo, me hot V, i ka turbo të mes. Është i përdorur në shumë makina, e kena bo shumë me këtë motor. Po këtu ka 605 kuaj stok, edhe 700 Nm. Te standard ka pas 520 kuaj, edhe 650 Nm. Te kjo në overboost ka 750 në fakt. Tash kjo është modifikume, ka mbi 900 Nm edhe 720 kuaj fuqi. Shumë e fuqishme. Shumë motor i mirë, i përdorën shumë modele të Volkswagen grupit. Më thonë që të Audi, Bentley, Porsche, nga se është përdorë. Super motor është. Normalisht është me keyless go, hapet e mbyllet me çelës në xhep. Këto pjesë të aluminit tu po, shumë bukura, me bazë të lartë. Tavani komplet Alcantara, shumë e bukur. Sedilet i ka shumë të bukura. Edhe këto që përthejnë tu te kokat, shumë interior i mirë. Kjo gjenerat ka pas në interiorat më të mira. Preferoj këte krahasuar atë me 2 ekrane që ka ardhur mrapa. Edhe në fakt S8-at, ky S8 Plus është më i fuqishëm se ato versionet e S8-s së re. Kamion Z8 marshe, auto holdi, frena të dorës, cup holders tu kontrollon këtë MMI-n, sedilet ngrohtë ftoje. Janë këto bokset Bang & Olufsen që hapen e mbyllen, shumë e veçantë. Plus pinusat në timon, normal, kontrollerat për kompjuterin e bordit, për volumin, për gjonat gjitha. Këtu ka vendos për kartë memorie, diskun, DVD, që mund të kesh, orën analoge, parking automatik, ka këtë perdën mrapa, auto start stopi, kontrol stabiliteti, ullmyll me dasht ekranin këtu, edhe kjo është me fiber karboni, shumë e bukur. Ka edhe këto butonet këtu, këto janë për të hap garazhin, i programohet dhe hap garazhin me këto këtu. Bëhet kjo, pak veta e merren për ta bërë, po bëhet. E këto drita normale dhe kjo e bëhet gjëstu lartë. Ta shohim edhe mrapa. Ky nuk është versioni i gjatë, në Europë s'kan qenë versioni i gjatë. Në tregje të tjera ndoshta mund kanë pas, unë pa modele kështu koreas që janë, edhe këtu Bang & Olufsen, edhe këtu perdet. Me televizora mrapa, perdet elektrike, kjo hapin pak se është si shumë ersu. Këtu ka multimedian. Frigorifer s'ka këtu, i mungoka. Këtu pastaj ke kontrollerat për këto televizorat, edhe kontrollo. Edhe klimën me 2 zona e kontrollon secilën, ke vend për të vu kufjet. Ke gjitha gjonat. Sedilet ka elektrike, me lumbar support edhe me masazh. Ja, masazh direkt. Pak i kanë kështu, shumë pak. Ke këtë butonin që e shtrin sendilën në pozicion si të dush. Me këtë butonin këtu, lëviz sendilën para, edhe liro vend. Hap hapësirën për vete. Edhe tashi ke mundësi që me këtë tjetrin shtrihet kjo. Edhe pse s'është versioni lungo, ke hapësirë tashi sa të dush. Tashi ke hapësirë shtrihet kjo goxha, edhe mundesh me net rehat. Edhe pse s'është lungo, prap ke vend edhe ke këtë opsion që i fut masazh, sedile me ftoje, e liron vendin para, edhe je tamam si duhet. Bokset Bang & Olufsen këtu, air ventat prap. Shumë bukur. Pak makina i kanë gjitha këto opsione. Këto të korejse në mësutu i pas tash i gjitha, po në Europë rall i gjenë. Shumë rall, edhe S8 Plusat si kanë gjitha këto. Jo mo S8-at ose A8-at normale. Këtu ka këte për me shkon cigaren. Tash i dhe marim S8 Plusin
me stage i Giro, edhe dhe shohim si është në performancë, se rregull do të jetë shumë e shpejt, po ta shohim. Ka qenë periudha më e mira e Audit, më e mira. Këtë periudhë ka qenë më lart se gjithë të tjerat. Tani kena tamam dinamik në duke. Tani unë gjallë marmitat. Po dhe këto plasjet, pops and bangs. Shumë e bukur. Raket. Shumë e shpejt. Të shumë sa bona se 63, në faktisht e më e vjetër. A kjo është nivel tjetër shpejtësia, është. Të janë makinat mija, super mjete. Ka lezet kjo zhurma, edhe kjo fuqia direkt. Është komplet nivel tjetër shpejtësia është. Kafsh fare është. Si ikën kjo. Gjiro me të katërta Gjiro. Shumë e shpejt. Bo dhe këto zhurmat, të knaq. Shumë raket është. Është që në makinat më të mira që ka bo Audi në fakt, me thonë drejtën. Se mos kjo versioni plus i herë. Është i veçantë, s'kanë bo të... Më i shpejt edhe stok se këto të rejat. Çuditshme. Par ne themi që Audi ka ardhur në zbritje. Këtë periudhë ka qenë periudha Audit më e mirë nga të gjitha. Kafsh. Kjo të bo vetëm me hec, me i dhon gaz, me një gjukë të zhurmat. Qohet Turini besoj, me e pa nga jashtë. Shumë shpejt, shumë stabil. Raket. Super mjet. Kjo është quattro edhe t'i gjërot 4 gomat, edhe me gomat mira. Edhe vetëm të asfalti keq, edhe të këto tjera t'i gjëro. Kur jep gaz, qohet shumë kafsh. Edhe zhurmën e ka të bukur mrapa, këto popsat, si i shkojnë kësaj, nuk i ka shumë fare, po i një gjo. Edhe kur e qohet dinamik i një gjo, pastaj komfort e ke më të qetë, hec tamam. Shumë e mirë, me gjitha gjonat, gjitha opsionet. Do më thonë, edhe makinë luksi, komforti, edhe makinë performancë, shpejtësi kur do me ecë fort, do i ka të gjitha. Si mungo as si gjo. Si platformë edhe seteta e thjesht, për menimin tim është ndër makinat që për të morë fuqi me çmimin raport cilësi i çmim më të mirë të mundshëm. Edhe setetën e thjesht e ço me kaq fuqi, për makinë shpejt me jo shumë lek, është ndër opsionet më të mira të mundshme. Edhe ja vlen. Me frena qeramike është akoma më mirë se në për këto lloj shpejtësish nxefen frenat kur rrit të frenu, të hec të frenu. Kjo i ka qeramike të gjitha, se i kanë setetat plus gjitha. Po edhe këto setetat e tjera kur i kanë opsionale më mirë, se është makinë shumë e fuqishme. Më në krahasim me setetën stok është goxha më e shpejt. Tashi, se di këtë kishit zgjedh ju këte, S63-shin, po fusim W222-shin, apo më vën më 760 Li. Edhe S63 222 i mirë është me 5.5-shin, goxha i mirë. Te Facelifti pastaj ka 4000-shin, atë se kena provu, po kena bëu e-Class aty lloj, njëti motor është. Kurse më 760-shin atë duhet me provu atë, ata janë veçanta fort. Kush ka na njëoni, t'ja bëjmë në review asaj. Super mirë janë.
Presë duke të pëlqyer video, nëse s'keni bërë subscribe bëjeni, bëni edhe follow në Instagram, TikTok, edhe Tile Car Parts e faqja pjesëve, çao duhet pjesë gjona i kena të gjitha. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.